Deputetja Duda Balje ka deklaruar se nuk do të ketë vot pro Glaukën Njufcës si mandatari dytë për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Balje në një linjë telefonike me emisionin Debat Plus u shpreh se nuk ka ndryshuar qëndrim teksa shtoi se një funksionar nga lëvizja vetëvendosje e ka thirrur në telefon zëdhënësin e saj dhe i ka thënë se ka përfunduar bashkëpunimi mes tyre. Ka qenë shumë e qartë që prej takimit me presidenten e gjithë partia ka deklaruar kundër dhe ne jemi dy deputet që nuk kemi thënë direkt me po. Unë nuk kam ndryshuar qëndrim dhe nuk kam asnjë arsye për të dhënë përkraje. Në kontaktin e fundit me një funksionar të vetëvendosjes që e ka thirrë zëdhënësin tim, i kanë thënë se ka përfunduar bashkëpunimi dhe ata nuk duan të bashkëpunojnë me mua dhe as unë nuk kam ndryshuar qëndrim dhe nuk u jap përkraje, deklaroi Balje. Deputetja mes të tjera është bëri të ditur se vetë Njufca nuk i ka kërkuar votën pro.